Miq Prizmës, sot ishte Giro d'Italia, po Giro d'Italia që fillonte në Shqipëri, fillonte Durrës për të ardhur në Tiranë, duke u sjell kodrave të Saukut e pastaj të gjithë deri në Dajt në Surrel për të ulur poshtë, edhe një herë Giro, disa 10 kilometra, me një volat që thonë italian në fund, me një sprint final, edhe me një garë spektakolare që kishte vetëm një rrëzim për të konsideruar, po për fat mirë jo me kaq pasoja, dhe që sigurisht është transmetuar nga dhjetra televizione të rëndësishme. Giro d'Italia transmetohet gati në Mondovision. E bën Shqipërinë të njohur kudo në botë. Është një eveniment fantastik. Giro d'Italia dhe Tour de France janë evenimente sportive fantastike, që ndiqen nga miliona e miliona njerëz. Dhe sigurisht ta fillosh Giro d'Italia në Durrës, të sillesh në Tiranë dhe pastaj nuk e di do të shkojnë në Pogradec në orë për të parë Shqipërinë dhe për ta njohur gjithë bota, është një eveniment i jashtëzakonshëm. Sigurisht që këto jemi në ditë politikës, edhe normalisht edhe politika nuk e shfrytëzon, por nuk e se kanë bërë shumë muhabete, po unë po e shfrytëzoj. Po e shfrytëzoj sepse kemi dy slogane. Slogani i parë është Shqipëria madhështore, edhe slogani tjetër është Shqipëria 2030 në BE. Mirë po, kur thua Shqipëria madhështore, për çfarë ka fjalën Sali Berisha, në cilën pikë ishte Shqipëria madhështore e tij? Sepse sigurisht ai ka edhe momente, jo vetëm jo madhështore, por momente tragjik, të cilat ja ka shkaktuar ai personalisht për korrupsion edhe për politik popullit vet. Dy janë momente që sigurisht ai mund t'i di për madhështor, por që janë pikat më grop të vetdijes tij politike dhe njëkohësisht të administrimit tij politik, ekonomik dhe financiar. Ka shumë pika grop, po unë përmend dy. Nuk po përmend fare në 97-ën, i tragjizëm i jashtëzakonshëm që nuk lahet kurrë, nuk shlyhet kurrë, dhe që është vepër e Sali Berishës. Po përmend dy pika kulmore. 15 marsin të 2008-ës dhe 21 janarin e 2011-ës. Këto janë Shqipëria madhështore, dhe përballë këtyre po ve Giro d'Italia në Shqipëri, me 9 maj 2025, që sigurisht është një Shqipëri madhështore, sepse e njeh gjithë bota nëpërmjet Giro d'Italias. Tashti, politikisht sigurisht që më lejohet ta shfrytëzoj. Sepse kur ke vënë një slogan të tillë, Shqipëria madhështore, do me thënë ti do të mbjellësh ke unë, ke shumë të tjerë, atë Shqipërinë tënde. Shqipërinë e Sali Berishës. Dhe nëse sot kemi Shqipërinë e Giro d'Italias në Mondovision, me qindra stacione sportive, por edhe generaliste, stacione që japin lajme sportive, Shqipërinë nëpërmjet një evenimenti të tillë, në atë kohë, për hedhjen në erë të Gërdecit që ndiqën 26 vete, plagosën 300, dolën si Shqipëri madhështore në gjithë botën. Duke u shfaqur si Shqipëria që vriste njerëzit e vet, vetëm 10 kilometra në distancë me qendrën e Tiranës, një fshat vdisnin me herë, 26 vete plagoshin 300, hidhesh në herë një fshat i tërë për korrupsion. Dhe me 21 janar të 2011-ës vdisnin në mes të bulevardit 4 të pafajshëm. Dhe për të dyja këto gjëra madhështore, sigurisht, jo vetëm që ka përgjegjësi, kur i dënuar dhe kur i marrën përgjegjësi, por që sigurisht këtu mungon drejtësia, në këtë vend s'ekziston drejtësia, një person i vetëm dhe që ka emrin Sali Berisha. Tashi këtë kohë revokon Sali Berisha. Ai do këtë lloj Shqipërie madhështore. Shqipërinë e 15 marsit 2008 me Gërdecin dhe Shqipërinë e 21 janarit 2011 me vrasjen e 4 të pafajshme, vrasjen e protestës në bulevard. Sigurisht unë jam me Giro d'Italia në Shqipëri.
Sigurisht kjo është një Shqipëri e cila sigurisht nuk mund të quhet madhështore, s'ka asgjë madhështore, por ka diçka të madhe. Njohjen e Shqipërisë nëpërmjet kësaj xhire, evenimenti sportiv. Kurse atë Shqipëri madhështore që na propozon Sali Berisha, La Civita i Sali Berishës, një me demek antikomunist amerikant, që përqafohet edhe mëson një komunist bolshevik shqiptar për të dalë për tretën herë në moshën 81 vjeçare, i korruptuar. Kriminali popullit vet, kryeministër dhe njerë. Këtë lloj Shqipërie madhështore të La Civitës, Sali Berishës edhe të gjithë këtyre maskareve të tjerë, sigurisht që ky popull nuk ka për ta pranuar, sepse data 11 është mas nesër, por ama ne kemi një Shqipëri të cilën duhet ta admirojmë dhe ta ndjekim mbrapa. Është Shqipëria e Giro d'Italias. Dakord miqtë mi?